luftimin, pra me bërjen e luftës dhe mbështetjen e Ukrainës dhe me shumë të drejtë, Bashkimi Evropian duhet të ketë planin e vet të paqes dhe duhet të ketë komunikimin e vet të drejtë për drejtë me Rusinë dhe me çdo tjetër që gjendet në mes apo nga ana tjetër. Mendoni që Rusia do paqen? Po nuk ka të bëjë me atë çfarë do Rusia. A donte Hamasi paqe? Does Hamas ever want peace? A do ndonjëherë Hamasi të ketë paqe? Nuk e besoj për një sekond që të jetë e vërtet një gjë e tillë. Por nëse duam të luftojmë e të mbijetojmë në emër të asaj çfarë përfaqësojmë, duhet të bëjmë atë që duhet bërë, ka të bëjë me atë çfarë duam ne. Nuk ka të bëjë me atë çfarë duan të tjerët, e ka të bëjë me faktin që ne duhet përpiqemi të bëjmë gjithçka që duam në emër të asaj çfarë përfaqësojmë, edhe me shansin që pala tjetër nuk do të përgjigjet asnjëherë, por duhet bësh atë që duhet bësh. Nuk mund të refuzosh të mendosh për paqen sepse tjetri është kaq i keq sa që mund të mos ta doj. Mund të mos ta doj. Unë nuk e di nëse e do apo jo. Putini e kam fjalën, por di një gjë, që duke bërë atë që po bëjmë, po bëhemi çdo ditë e më pak të rëndësishëm. Më lini të kuptoj qartësisht atë çfarë po thoni, sepse në thelb po thoni që nuk e dini nëse Putini do paqe apo luftë. Jo, që Putini do luftë, është e qartë çdo ditë. Atëherë, në këtë rast, si mund të bëjmë diplomaci pa e detyruar që të angazhohet në rrugë diplomatike? Diplomacia është diçka që bëhet për ditë. Edhe një herë, duke marrë shembullin e Izraelit dhe Hamasit. They killed each other in shapes and forms that kanë vrarë njëri tjetrin në forma e mënyra që ishin ekstreme, por flasin për ditë. Pra, kishin kanalet dhe negocionin çdo ditë. Në këndvështrimin tim, derisa presidenti i Shteteve të Bashkuar hyri dhe çeli shtegun për bisedime, unë nuk jam historian dhe e marrë të mirë qenë pa dijen time, por besoj që është konflikti i parë i madh pa asnjë kanal të pasëm, pa asnjë diskutim dhe pa asgjë. Dhe kur mendon se sa shumë fuqi bërtamore janë përfshirë në këtë konflikt që nuk flasin, por luftojnë, it looks like a war of extermination. Duket si një luftë shfarosëse. Sepse çfarë do të ndodhë, unë nuk mendoj që Rusia do të ikë nga aty ku është. Ka qenë aty, është aty, do të jetë aty, ashtu siç edhe gjithë vendet e tjera. Dhe Putini nuk do të jetë aty gjithmonë. Por pyetja është, a mund të qëndrojë Ukraina si një vend i pavarur në të njëjtën kohë? Dëgjoni, kur vjen fjala për Ukrainën dhe më duhet ta sqaroj sepse e di që ndonjëherë është mjaft delikate Western environment. Të flasësh në mjedisin perëndimor pa u etiketuar, po më duhet të sqaroj që unë përfaqësoj një vend, Shqipërinë, që nuk ka asnjë marrëdhënie me Rusinë, apo le të themi, ka shkallën më të ulët të raportit me Rusinë në Europë dhe përfaqësoj të vetmin vend në këtë kontinent ku asnjë udhëheqës rus nuk ka ardhur qysh prej viteve 1960. E prej nga ku asnjë nga udhëheqësit nuk ka luftuar drejt Rusisë. Ky është niveli i marrëdhënieve. Pra i patëm gjatë we had them komunizmit, worst form
I patëm në formën më të keqe, sepse vazhduam të qëndronim staliniste dhe kur ata e braktisën Stalinin, nuk na merr malli për ta, kur në këta 35 vjet nuk kemi pasur jo vetëm vizita të nivelit të lartë nga Rusia, por as para ruse, nuk na pëlqejnë. Pra, ky jam unë dhe këtë përfaqësoj, por për t'ju kthyer diskutimit, unë besoj që Europa po humbet atë që është kryesorja. Atëherë çfarë po ndodh? Çfarë do të thotë që të mos kesh asnjë reflektim, pasi është bërë një luftë që nuk ka asnjë komunikim, dhe jo vetëm komunikim, po edhe pa takuar ose duke si thua u kthyer ndaj dikujt që u sulmua sepse pati një pikpamje të ndryshme, dhe po flas për Orbanin, dhe patëm një qëndrim të ndryshëm në Washington. Dhe u përmend fjala armpushim, një fjalë që kur Viktor Orban e përmendi, u shpërfill, u përçmua si të ishte një fjalë e pisët. Ndërkohë, kjo fjalë u zbulua në diplomacinë europiane në këto rrethe dhe gjithkush filloi të fliste për armpushim, po pa gjehen, ishte shumë vonë. E si të mos çojë kjo në reflektim? Europa duhet të ketë autonominë e saj së paku. Unë besoj pavarësinë e vet, por së paku autonominë e saj, politikën e saj të jashtme, planin e saj të paqes, dhe të bëj luftën. Unë nuk po them rresht luftën, unë nuk po them t'i japim Putinit gjithçka ka marrë, gjithçka do. Jo, nuk po them asgjë të tillë. Po them bëje luftën, por përgatitu për paqe. Mendonin që Shqipëria duhet luajë rol? Jo, dëgjoj, unë jam më i gjati mes të gjithëve, përfshi dhe presidentin tuaj. Por përfaqësoj një vend që është shumë i vogël për të luajtur çfarë do lloj roli. Flas të llojit që të mund të ndryshoj trajektoren e ndonjë gjëje. Jam shumë i vetëdijshëm për këtë. Ju më ftuat dhe po ju them çfarë mendoj, por tjetërsoj nuk duhet as të isha këtu, në qoftë se do të merrnim në konsiderat matësinë e vendit. Pra këto janë dy gjëra të ndryshme. Si europian, që përfaqësoj një vend të vogël, pavarësisht natësisë së tij, unë besoj se më duhet të dalë për zot mendimeve të mia dhe vendit tim. Pastaj, nëse ky mendimi im është i duhur apo i gabuar, nuk ka rëndësi, sepse nëse mendimi im është i gabuar, nuk vjen asnjë dëm. Por në qoftë se mendimet e atyre të tjerëve që nuk janë kaq të gjatë sa unë, por kanë pas tyre vende mjaft të mëdha, nuk janë të duhurat, atëherë problemi është i madh. E kupton? Po, e kuptoj shumë mirë. Po, për ta sqaruar, unë jam nga Italia, kështu që presidenti im nuk është saktësisht ai të cilit ju referuat. Dëgjoni, jeni nga Italia. Jeni nga një Shqipëri e madhe në shumë mënyra. Giorgia Meloni do të ishte absolutisht dakord. Pra, italianët janë shqiptarë veshur me Versace. Është e vërtet që keni një kryeministre, një grua të shkëlqyer, siç Trumpi do të thoshte, një grua të mrekullueshme, dhe jam dakord që nuk është e gjatë, por më besoni që kur merr fjalën është më e gjatë se unë. Sa për ta ditur. Sepse në sytë e tu shoh shumë të majt. Unë jam vetë socialist, edhe pse nuk jam fort i sigurt se çfarë nënkupton ditët e sotme. Për shembull, te socialistët francezë, po të them që jam socialist në Francë, nuk dua që njerëzit të mendojnë se kam vdekur.